Ramiz, a mendon që ka qenë gabim i Ballkonit trajneri huaj? Unë menoj që se cila skuadër e Superligës që merr trajner të huaj nuk e ka për me garu në këtë vend, sepse ai trajner mas po këti vynë komplet një sezon veç dhe ti një skuadrë, dhe një ligën, dhe një atmosferën këtu, dhe të mësohet me ato që ndodhin në futboll dhe jashtë futbollit, e që cima i din shumë mirë këtu që ndodhin jashtë futbollit, se dhja mund mja kalzu, në ashtaj për ma na vija vdin mirë, po për qëto jashtë futbollit se di mirë. I Ballkonit është ai i kupton. Dhe doni me kuptu, nuk ka rëndësi, doni me kuptu një farë. Diçka zakonshme këtë farë pjesë. Kanë defilu të drita, ka defilu të Prishtina, kanë defilu të se cila skuadër ku kanë orë letar trenerat e huj, nëse më imi thë kushtimisht menagjera, trenerat kanë orë pak, kanë dështu të këni. Nuk ke di për anë e tjera, të pak të unë nuk më e menë që një trajneri huj, për jashtë se unë këta trajnerat e Shqipnis nuk i qujtë huj, po trajner të huj, që flasin një tjetër gjuhë përveç Shqipes, në Kosovë nuk ka dho rezultatu. Na është ta këta se këta për shtanë duhet hera parë, por që ka du me thoni fakt të ndeshja drita Ballkoni. E pash një super referim. Me tëra jetin nëse e kena gjyku për shumë gabime, për ajmë banë edhe faktura për shkak të smajla jetit që në komitet ekzekutive që vetu ja liset që ata janë federat, por vërtet, mentori që dhe ka bo një referim brillant. Muj me thonë në ashta ndeshja e ti e karierës. Djali me referu një ndeshje dërbi. Karierës po shpresojmë që ju. Mirë, po flasë dhe sot, sa ajo është djali ri edhe po besoj që ai është me qitë mënyrë të referimit, me në tëra jeti ka me konë një prej gjyshtarëve më të mirë nëse referën pa recept si sët, autoritativ, vrapusi ma, vrapimin diagonal, vlerësimin e situata në ku gjithmonë e ka pas distancen 3-5 metra nga të zhvillimit të ngjarjes, për njerë më ka befasu për të mirë. Uroj, dhe mos të merë si lavë të mjë rritë menja tani me e po skandal në ndeshjen tjetër, po uroj që të ketë këtë vazhdimësie dhe të gjykoj kështu sepse vërtet Kosova ka nevoj për qësi mënyrët të referimit, nështë ajo për mentara jetin, po për mënyrën që ka referu, ka qenë në brillant dhe komplimentet e mija. Për ndryshe loja që më ka shgënyu dhe që më ka dhonë mas shpokti me po futbol, ka qenë Drenica Gjilani, një Drenicë që qalen të ndrapart, probleme organizative dhe ma dje që ka kumë vrejt probleme në komunikim mes lejtarve, u dashke Gent Samiti me orë nga mesi, nga sulmi me orë... Ramis, pikërisht për Drenicën dhe ishta me pytë zotin Ljushtakun, që ka pëndo të Drenica? Ti së mle mja thonë dhe dy fjallë të mira Malisheve se ke loja me mirë. Tani i thu fjallë për Malisheve. Që po i dhohen ata tani. Po nuk e di, unë e këmë tha dhe në emisionin tjetër, nuk du më merë shumë gjënsisht sa i përket asaj citate,